Fatmiri është nga ata që e lanë Shqipërinë në 2 korrik 1990. Dhe erdhe direkt në Gjermani. Tani, Fatmiri, se ti je një gjyqtar kështu i panshëm. Çfarë është gjëja më e mirë për ju shqiptarët që jetoni në Gjermani, që mendon që është bërë mirë nga qeveria jote? Qeveria sot me 12 vite. 12 vite. E para, quhemi njerëz, nuk quhen emër barbar. E dyta, gjithë ata njerëz që kanë atë paktën me drejt, edhe i dinë rrugët ku shkojnë. Edhe e treta, jemi krenar që po na duan prapë këmbë. Kur nuk Na respektojnë më shumë tani. Ja shumë. Po këtë pjesën e patentave kemi bërë. Patenta është shansi më i madh me 40 euro ndrosh patentën këtu në Gjermani. Ja ka bërë. Ti vetë sa ka kushtuar? Unë ka kushtu pa rrena 3.200 euro. 3.400 euro quritim, 3.400, 800 i ka kushtu gocës ti. Kurse bashkëdhetarët që vinë tani me 40 euro. Edhe konvertojnë. E konvertojnë pa problem. Tani çfarë thonë gjermanët për Shqipërinë krahasuar me 12 vite më parë? Kur s'kan fol mirë? Ë? Fol pa rrena, kur? Është era pa që flasim. Po tani flasin mirë për Shqipërinë. Jo shqip lusi. Sa kisha njëni komshiun të, pra që pa besu në motor do vinë. Mani me për 12 vit janë në motorat në Hali Davidson. Do vinë në Shqipëri. Në Shqipëri. Gjithë gjermanët në Shqipëri. I ketë 12 vetë, i kenë ka praktikuar. Ta garantojnë që. Ju përshëndes me Fatmirin një nga ta demokratët e parë 2 korrikut 1990. Apo ja? Demokratinë do kushdo. Bazë si e për punojnë. Faleminderit.